Data 8 maj ka qenë dhe afati i fundit për regjistrimin e Partisë Demokratike në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për zgjedhjet e 18 qershorit. E mosarritja e marrëveshjeve politike me kushtet e vendosura nga opozita e mazhoranca ka sjell kaosin politik të mospjesëmarrjes së një prej forcave politike më të mëdha në zgjedhjet parlamentare. Kjo është një situatë e pazakontë për opinionin publik, një situatë që publikisht kishte shpresë për të zgjidhur, por mosmarrveshjet do të sjellin një tjetër situatë të pazakontë e të pahasur në këto 27 vite demokraci, vijshmërinë e Partisë Demokratike. Qytetarët shprehen skeptik lidhur me procesin zgjedhor, e po ashtu shprehen dyshues për vijshmërinë e qeverisjes. Shumë qytetarë thonë se me ose pa opozitën, zgjedhjet duhet të vijojnë. E të tjerë i tremen destabilizimit politik e publik, ndërkohë që ka të tjerë qytetarë që thonë se votimet pa Partinë Demokratike nuk janë zgjedhje korrekte. Po duhet regjistruhet. Në rast të kundërt të gjejnë vetveten. Varet e kënaqësitë, të ofertat e punëve, të interesat, të bizneset janë pafundme. E keqe, pa PD jo. PD. Duhet të PD, patjetër. E mira vesh që më mirë nuk u regjistrua, sepse nuk ka asnjë të ardhmë me Partia Demokratike. Me këto Partia Demokratike do një lider të mirëfillt, një lider politik tamam. Nuk duan të regjistrohen për arsyeën e vetes. Unë të jemi të mirë këtu, ata s'duan se kanë hallën e vetes. Çfarë i shkakton kjo popullit, sidomos votues? E lë me kokë janë, si një princ, fëmijë pa princ. Ishte si të Partisë Demokratike? Dhe ata njëkohësisht socialistës. E mira është të marrin pjesë, po dhe po s'marrin pjesë, çfarë rëndësi ka? S'do të futet, s'do të punojë, s'do të jetojë. E mira është duhet marrin. Janë forcat politike më të mëdha apo? Ato që kanë gjithmonë. Kryeministri Rama ka deklaruar se nuk do ta presë më opozitën dhe se afati ka përfunduar sot, ndërkohë nesër mazhoranca do të nisë fushatën elektorale. Në kampin e Partisë Demokratike, ndërkohë kanë nisur dhe përplasjet sa i përket regjistrimit dhe jo në zgjedhje. E me sa duket, vendimi i kreut Partisë Demokratike tashmë mbetet i pandryshuar, çka është vendimtare edhe për zgjedhjet e qershorit.